zyrtarisht mbrohet korrupsioni. Raporti ndalet plotësisht në dosjen Balluku. Në qëndrimet e Edi Ramës ndaj kësaj dosje që implikojnë atë direkt, në sulmet që Edi Rama i bën prokurisë dhe gjykatës për këtë dosje, ndalet tek Akshi. Dorezez e tij në dosjen e Akshit. Ndalet tek koncesionet dhe PPP-t, tek prokurimet publike me klientel. Edhe këtu nuk ka garë, nuk ka linjë ndarëse. Gjithçka e përqendruar në duart e Edi Ramës. Kur ndonjëherë një raport i tillë nuk është votuar në një organizatë kaq prestigjioze, kaq të rëndësishme, siç është Partia Popullore Europiane. Raporti sugjeron qeverinë teknike si zgjidhje për një proces zgjedhor të lirë dhe të ndershëm. Mbështet Partinë Demokratike të gjitha përpjekjet e saj në kushtet më të vështira. Pra, kemi të bëjmë me një raport si asnjë tjetër më parë. Unë e di që Edi Rama bën gjithçka ta censurojë, por unë ftoj mediat, ftoj qytetarë shqiptar ta lexojnë atë raport. Për të pa se cili është qëndrimi i Partisë Popullore Europiane, parti e cila de facto me qeverit në pushtet qeverisë Europën. Bazuar në këtë raport, në të njëjtat terma qëndron rezoluta e miratuar, në të njëjtat denoncime, në të njëjtat konstatime, në të njëjtat sugjerime. Por, me qenë se raporti ishte i shkurtë, thash, dhe ka